Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ndodhet për vizitë zyrtare në Brunei, ndërsa është pritur me nderimet e larta. E para shtetit e ka quajtur një moment historik vizitën atje, që thekson miqësinë dhe respektin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Sultanit të Bruneit. E sot Osmani në një postim në Facebook ka ndërpamje ku orkestra mbretërore e Bruneit interpreton këngën Mora Fjalë. Mora Fjalë solli në zemër të Bruneit, Darussalam, tingujt e kësaj këngë emblematike të performuar kësaj radhe nga orkestra mbretërore e Bruneit, duke dëshmuar respektin për sakrificën e Kosovës, si dhe pushinë e kulturës për te kufive, shkruan Osmani. Kënga Mora Fjalë i kushtohet të rënies heroike të komandantit legjendar Ademi Ashari.